Kryeministri Edi Rama, i cili po vjon vizitën në Jeruzalem, ju do adresua konferencës ndërkombëtare për luftën kundër antisemitizmit, e cila përkon edhe me ditën ndërkombëtare të përkujtimit të Holokaustit. Konferencën e përshëndetën edhe presidenti i Izraelit, Herzog, dhe si dhe ministri i çështjes së diasporës, Amichai Chikli. Më herët, kryeministri Rama theksoi angazhimin e palëkundër të Shqipërisë në luftën kundër antisemitizmit, duke theksuar se ky qendrim buron nga vlera më të thella humane dhe historike të popullit shqiptar. Gjatë periudhës më të errët të historisë evropiane, Shqipëria u shndërrua në një stretë të sigurt për hebrejtë e përndjekur, duke i mbrojtur ata pa dallim me frymën e besës dhe solidaritetit njerëzor. Një ditë më parë, ai vizitoi murin e lotëve në Jeruzalem dhe më vonë mbajti një konferencë të përbashkët me homologun izraelit Benjamin Netanyahu. Gjatë fjalimit u njoftua se më 27 janar do të çelë dhoma e tregtisë në Jeruzalem për forcimin e lidhjeve ekonomike mes vendeve. Konferenca u pasua nga e tij në seancën plenare të Knesetit si i ftuar i nderit për të mbajtur një fjalim. Në fjalim, Rama tha se shqiptarët u bën streha e qindra hebrejve të cilët nuk i dorëzuan. Ai theksoi se Shqipëria është i vetmi vend që doli nga lufta e dytë botërore me numrin më të madh të hebrejve të strehuar. Ai nënvizoi mbështetjen ndaj Izraelit, duke thënë se në rripin e Gazës nuk mund të ketë paqe pa çarmatosjen e Hamasit.